Të nderuar vëllezër e motra, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, funksionar të lartë të shtetit Kosovës, kryetar të komunave, i nderuar kryetari komunës Mitrovicës, Niko Qir, i këtij evenimenti tepër të rëndësishëm kombëtar që zhvillohet sot në hapësirat ku jetojnë shqiptarë. Unë vi nga Shkupi i Saboletinit, vi nga Shkupi i Hasan Prishtinës. Sot zhvillohen një sër aktivitetesh me rastin e 100 vjetorit pavarësisë, të 100 vjetorit të flamurit kombëtar shqiptar në shumë pjesë, në shumë qytete ku jetojnë shqiptarët në Maqedoni, po dhe një herët bojnë para përgatitjet për fillimin madhështor të festimeve që fillojnë nesër në Shkupin ton, në pjesëmarrje të kryeministrave Shqipërisë dhe Kosovës. Unë dava nga gjitha këto aktivitete për të qenë pranë me vëllezërit e mi që bashkë kemi lidhur plak, që bashkë morëm përsipër përgjegjësi për të realizuar ëndrrën dhe amanetin e Saboletinit, ëndrrën e këtij burri që sreshti në tërë jetën e tij për realizimin e aspiratës son kombëtare të bashkimit, të lirisë dhe të zhvillimit të dinjitetit shqiptar në hapësirat ku ato kanë jetuar dhe jetojnë. S'kishte se si marrë pjesë këtu, bashkë me vëllezërit e mi, bashkëluftare, bashkëveprimtar. S'kishte se si të mos marrë pjesë bashkë me bashkëluftarët e mi, sepse ishte koburja e Saboletinit që ne na mbajtim shpirtin gjallë, ishte koburja e Saboletinit që ne na thriste se vetëm se kështu me kobure mund të shlirohet dhe të realizohet aspirata kombëtare. Nuk mund të rria indiferent pa qenë këtu, sepse ideal i legjendës son atë Demjashari ishte Muki Bur, ideal i kësaj legjende ishte Fehmilla Drofci, Afrim Xhitia, Recep Mala dhe tërësisht e gjitha jo ushtri patriotësh e njerëzish sakrificës që një dit i qetë i Saboletini vendoset mu në qytetin e minatorëve, mu në këtë qytet ku thellë në çdo trup e kancelari të botës goditën minatorët tanë, minatorë vëllezër e bashkombas të Isa Boletini.